Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme për të ndaluar pak të flasim për Jozefin Markun. Jozefin Marku, ditën e djeshme u transmetua në emisionin Kosova Show, me shpëtim deskun. Të gjithë veshët nga Jozi për të parë se çfarë do të flet. Jozi ishte penduar pa fund për veprimin e tij. Ishte penduar pa fund për zënkën që ka krijuar brenda në Big Brother me gjestin, por ashtu siç disa faqe kanë shkëputur disa pjesë të bisedës së Jozit me shpëtim deskun, edhe unë dëshiroja që ti komentoj këto. Djali është artist, në këtë rast e kishte për gjestin. Është djali mirë, i shtëpisë mirë, por patjetër që çdo njeri gabon, por nuk është mirë me gabu me mu. Sipas Jozit, ai kishte paralajmëruar në këtë rast gjestin, do me thënë që mos arrinte puna deri këtu. Jozi thot nëse gabon me mua, do e marrësh hakun tënd, si për mirë ashtu dhe për keq. Nuk është kjo vetëm për keq. Do me thënë këtu nuk e kishte pse është pak e si lajmi dezinformuar. Këtu nuk fliste për gjestin, po fliste në përgjithësi, do me thënë për njerëz të cilët kanë shpifur për të, për njerëz të cilët kanë nxjerr fjalë për të, për njerëz të cilët kanë bërë gënjeshtra për të, do të thënë që janë munduar të përulin imazhin e tij. Më pas Jozi thot këto, unë asnjëherë duke nisur që nga vetja ime nuk kam për qëllim të arrit diçka duke hedhur baltë mbi imazhin tënd. Do me thënë këtë e kishte për gazetarët. Unë jam një njeri që nuk i haroj gjërat, qofshin të mira apo të këqija. Nuk jemi takuar në asnjë mënyrë thot me gjestin këtu në këtë rast për bashkëpunim, sepse unë e zgjodha, e dëgjova komplet intervistën. Këto pseudo artista që kanë marrë guximin me qita të imazhin e vet, herët avon me ato dënimet përballen. Do ketë një farë sqarimi në këtë mes, thot Jozefin Marku. Jozi siç duket është shumë i lënduar nga të gjitha fjalët që janë thënë për të. Jozi ndjeshte tepër i penduar për veprimin që kishte bërë me gjestin, për lëndimin shpirtëror që gjestit i kishte dhënë. Jozi tha që unë i kërkoj falje, do me thënë kërkoj falje publike kundër drejt gjestit, nuk ka qenë ta në asnjë mënyrë ky qëllimi për ta bërë këtë gjë, thjesht unë kam qenë tepër i lënduar dhe normalisht tepër i mbushur aty brenda që në asnjë mënyrë nuk e arsyeton dot askush. Jozi tregoi dhe një anën tjetër të tij, që do me thënë nuk ka pendes pa marrë parasysh se çfarë të ndodhen si karakter. Për Loredan nuk foli shumë, por foli për dashurinë e tij të parë. Por në raport me gjestin ai mbajti edhe një minutë heshtje në shenjë respekti për familjen Kelmendi, dhe do me thënë ajo që unë pash tek sytë e Jozit dhe të shpirti i Jozit, vërtet e pash një pendes shumë të madhe, dhe kjo pendesa siç duket e ka bërë Jozin që ta kërkon këtë faljen tashmë publikisht. Ma komentoni ju si e pat intervistën.